Ka 13 akuza penale. Ku i mbështetet 13 akuza? Ku i mbështetet në atë që mos lexo se di unë. Ti lexoj? Po dëgjoj më dëgjoj se ka arsyetim. Komunikat zyrtar. Lutem, e kujt? E Spakut. Po pra, këtu do të dal. Ku i more ti? I more të akuzat që kanë ngrit prokuroria. Po pra. Qatë më qartë, jam plotësisht dakord unë. Të akuzat që kanë ngrit. Po ku ti marr? Të lutem tani, më lër të arsyetoj. Po ç'se kuptova? Më lër të, po për ç'se se kupton se s'po dëgjon, s'po dëgjon. Po dëgjoj, po. Pra me i fjalë, akuzat e prokurorisë janë për fakt. Erion Velia sot është i penalizuar me 13 akuza dhe është i dënuar. Po se thash këtë? Të lutem tani më. Nuk e thash më së mve gjë që nuk e thash. Unë thash Belinda Ballugu është e pafajshme. Të lutem, sepse është prezumimi pa vepër. Po pse ma the këtë gjë më burr? Pse do më prish debatin pa lidhje? Të lutem, a mund ta shpjesë arsyetimin deri në fund dhe mbasi të mbajë arsyetim? Po më thuaj që po e thash. A ka mundësi të lutem? Ore ka mundësi, po tërhiqe këtë që e thash. Nuk e tërheq se kam arsyetim zotëri. Po në rregull pastaj. Po mirë, pra kjo nuk jep drejt të pengosh. Ngënjeshtër pastaj. Nuk jemi faça, jemi përpara një opinioni i cili dëgjoj ty dëgjoj dhe mua. Ti ju kundërpërgjigje Skënderit dhe i the nuk mund të lejohesh të vej në mbledhje se ka 13 akuza. Pra ti bëre fakt një akuzë, 13 akuza i bëre fakt dhe për këtë arsye justifikove. Nuk i ka akuzë. Të lutem, po dëgjoj arsye në burg. Po ta ngjova pra. Po po, Skënder. Do më marr me mua, e kuptoj pa lidhje. Merre fare me ty, mor, jo. Ora nuk merre fare me ty. Dëgjoj arsyetin deri në fund. Skënderi tha. Gjykata kushtetuese zotëri dha ca drejta. Dhe është absurde. Po unë thash jam pro gjykatës kushtetuese. A ka mundësi ta shpije? Po. Tani unë nuk jam ignorant dhe nuk e di se gjykata kushtetuese në vendime kanë përshëndetur edhe këtu. Nuk po themi ndonjë gjë të re që tha gjykata kushtetuese. E re këtu është. Ajo që tha Skënderi. Pse të mos vej Erion Velia në mbledhjen e Këshillit Bashkiak? Përse Erion Velis t'i ndalohet takimi me përfaqësues Bashkimit Evropian, të Këshillit të Evropës. Dhe përgjigja ishte, ka 13 akuza zotëri, që do të thotë ka vepër të rëndë. Dhe unë këtu filloj analizën. Nuk penalizoj fare personin, fare, por perceptimin po. Unë që të fillim thash, ne kemi bërë gjyqet, ne kemi mbaruar. Dhe kjo që tha Auloni tani ishte thjesht pasqyrimi i asaj që unë sa po thash. Ne kemi penalizuar Erion Velin, 13 vepra penale dhe. Dhe kur i sheh vepra penale, po të them unë, 90.000 euro janë 3 fatura mbi të cilën penalizohet Erion Velia me dokumenta që ka dosja. 90.000 euro, zotëri. Dhe këto janë financimi i aktiviteteve të OIF-ve që nuk i përvetson OIF-ja e... Dhe njëra nga akuzat është përdori telefon. Mund të ngrim një pretendim këtu, që gjykata nuk e ka lejuar, sepse propozimi ngritur nga Këshilli Bashkiak, i cili përpara ngriti një propozim i cili ishte antikushtetues, sot nuk ka kredibilitet për të ngritur këtë pretendim që zoti Velia të shkojë dhe të marrë pjesë në Këshill Bashkiak. Kjo s'ka lidhje. Këshilli Bashkiak, po them gjykata e konsideron. Këshilli Bashkiak, i cili mbajti atë qëndrim herën e parë, se ma të formoni Këshilli Bashkiak i përgjigjet, se është i detyruar i përgjigjet vendimit gjykatës kushtetuese, e cila i tha, ju si Këshilli Bashkiak dhe ti si qeveri nuk ndoqët procedurën. Po, dhe bët shkelje kushtetuese për këtë. Dhe gjykata sot nuk e lejon si rrjedhoj Spaku, si rrjedhoj e çështjes së kredibilitetit të vetë Këshillit Bashkiak në propozimet që ngre. Ta dallojmë gjë, unë jo pa qëllim po qëndroj, që Spaku sot ka arritur të bëj aktin më të paprecedent që pengon përfaqësuesit e KS të takojnë Erion Velin edhe në kohën e komunizmit, edhe në kohën e Ramiz Ali's, kur vinte përfaqësuesi sa u hapën portat atëre, ka vajtur ka takuar të burgosurit politik, që ishte dënuar politik dhe ka vajtur ka takuar. Dhe regjimi Ramiz Ali's i ka lënë. Sot Spaku nuk le përfaqësuesit e KS takojnë Erion Velin, kriminalin. Dhe ajo që unë ngrita këtu çështje nuk është e lidhur me procedurën, po është e lidhur me perceptimin. Ka 13 vepra penale të mërshme. Nuk i ka 13 vepra penale. Po folëm për perceptimin të janë të fajshëm pastaj. Të lutem. Unë reagova vetëm për perceptimin, tani të vite ngjarja. Jo pa qëllim thash, gjithë këto çështje që ngre Spaku, që politikisht e kanë dhënë efekt në tyre. Në perceptim qytetare ka dhënë efekt. Kush i kontrollon sa janë të vërteta më zotni? I kontrollon sistemi gjyqësor deri më sot. Nuk kemi një prononcim sistemi gjyqësor, deri më sot. Shive, është në burg tjetri. Dhe nuk kemi prononcim që po, sistemi jonë i drejtësisë ka kontrolluar që kjo dosje është realisht për të kaluar gjykim ose jo. Dhe ai ka një vit që është në burg. Sepse vetja kërkesë është i plotson kushtet që prish provat ose nuk prish provat. S'është vetëm
është rreziku për të kryer një vepër tjetër penale. Se mund të shkojë javës tjetër prap. Po si zgjidhet kjo? Po të lutem tash pjesë arsyetimi deri në fund mos më ndry. Po si zgjidhet kjo? O të lutem. Po çka ke më burr, çka ke se bëj si histerik pa lidhje tani burri gjot thash unë vetëm bjet. Ç'a. Po më lër më tash pjesë arsyetimi deri në fund më ndryre. Po ne po e diskutojmë. Ore, a ka vetëm ky drejt fjalës? Po jo më të burkam është debat. Nuk është debat i formës që po do ti tani, sepse Dakor. Keni të dy drejtë. Puna është problemi është arsyetim apo jo? Një sekond. Po më të dëgjova dhe po them ke drejt. Po jo, se sa kam shpënë akoma arsyetimin fund. Problemi si zgjidhet ky Muhamedi. U bëj një ndryrje dhe rrezoi arsyetimin. Unë nuk thash cilat janë vepra penale që po penalizohet dhe cilat janë kushtet që plotësohen. Nuk i thash fare këto më fare. Mu ndryri sa prisë ka dhënë kusht tjetër. Jo, nuk është kjo. Sot dosjen mbi të cilën Erion Velia është në burg. Është në burg, po zoti. Nuk e ka kontrolluar askush. Nuk ka dhënë askush verdikt nëse është një dosje që është. Po pra po s'është hetim. Dhe çfarë po ngreu me të madhe? Kush e kontrollon këtë prokurim o zotëri? Dhe këtë po ngre, nuk po them që cilat janë kushtet. Tani, ndaj Belinda Ballukut është marrë masë sigurimi personal. Kështu është. Dhe masat e sigurimit personal janë 1, 2, 3, 4, 5, ndër të tjerat është edhe pezullimi nga detyra. Tani, efekti politik që je pezullimi zëvendës kryeministres në botë më zotni, është ngjarje, por a vepra penale që ka bërë Balluku e plotson këtë kusht, pyetje e parë. Por ajo që mua më shqetëson më tepër është, sotri, duke qenë që zëvendës kryeministreja është njëkohësisht anëtar e parlamentit, dhe duke qenë që vepra që ne po debatojmë është e përmasave serioze në Shqipëri, sepse flitet për 170 milion euro, nga cilat pretendohet 50 milion euro, ti e lemi pezullim detyre tjetrën. Jo, zotri, shpjeren parlament, dhe shime si pa avancoj unë, shpjeren parlament, dhe parlamenti është i vetmi institucion që të gjykon ti si prokurin nëse veprimi që ti po bënë është politik, apo është zbatim ligjit. Pra me i fjalë parlamenti, do t'i shpjesh prova, zotri. Dhe është i vetmi vënd ku kontrollohet nëse kjo dosje, i vetmi vënd më që kemi, ne s'kemi vënd tjetër, më zotri. Ne tashmë po prodhojmë një sistem politik, po prodhojmë një sistem ku prokurori është i gjithë fuqishëm mbi të gjithë. Sot, a i mund të marrë mandatin të shkarkoj dhe kryeministrit me këtë procedurë. Nuk ndodhë në perëndim, nuk ka ndodhë perëndim. Ju jep një 10 shatë, po unë po i them, mi jep një rast që ka ndodhë. Jo që nuk ka ndodhë, po një rast, nuk ndodhë perëndim kjo. Sepse, kjo dispozit që është 222 e kodit procedurës penale, 222, zbatohet, por kur vjen puna në ngjarje që kanë perceptim dhe që kanë efekt zonisht politik, futen instrumentat të cilat e ratifikojnë vendimarrjen, zotri. Dhe i vetmi instrument që ka sot Shqipëria është parlamenti. Çfarë bën pa tani Spaku? Spaku anashkalon parlamentin. Dhe merr një dispozit. Spaku është drejt ka bërë pa dinë, por është gjykata që ka marrë vendimin. Jo, pra gjykata, shifet edhe një herë, në këtë fazë, gjykata thjesht vetëm miraton kërkesën e Spakut, për vazhdim procedurë. Unë kam një pyetje, pse ke rasti që u përmendi gjykata ka mbyllur sytë e ka miratuar vendimin e Spakut, dhe te rasti i Aulonit e gjeti guximin dhe tha ajo Spaku e ka gabim. Do të marrësh, do ta hetosh atë që sepse gjykimi i Aulonit pse Erionin e fut në burg dhe nuk e shkarkon. Gjykimi që ka të bëjë me Erionin. Pse atë nuk e ka shkarkuar për shkak? Pse nuk e kërkoi Spaku shkarkimin e Erionit? Gjykimi që ka bërë me Aullonin është gjykim themel. Sepse kjo po e krijon gjithë të debat gjithë rrëmuj. Tu secili, po tash është puna e saj do ti bën. Po të jetë goli i qartë, nuk ka nevojë për movjol. Atëre kolim bërej pyetje. Tu po bëjmë 7 movjola. Kupton, nuk e dim, a është faull, a është offside, a është prekje me dorë. Janë dukshëm dy standarde pra, janë trashëguese të dyja me njëra tjetrën. Standardi më jo. Është çështje i anashkalimit me qëllim të hapësirave ligjore. Se këti po flet për fushë shtetëror pastaj. Po, sepse çështja që ka të bëjë qoftë me Erionin, qoftë me Belindën, futet në korridore thjesht të masë sigurisë. Dhe në korridoret e masë sigurisë gjykata nuk gjykon themel, zotëri. Merë vendimin që ka efektin politik. Në rast në Aulonit, jemi në kushtet e gjykimin themel, dhe në gjykimin themel, gjykata vendos. Tani, ajo që është e poshtër në këtë rast, që është e poshtër dhe që unë them, Republika e prokurorëve po përdor një hapësirë duke dalë mbi politikën dhe mbi sistemin, është që po përdor një mekanizëm
duke e vënd për fund gjithë sistemin ton politik, që nga ekzekutivi, që nga legislativi, dhe po del mbi to. Dhe unë them, zotëri, mekanizmi jon shtetëror i sistemit është i tillë që minimalisht, kur ti futesh në nivelet politike, ti vendimarrjen tate procedurale du ta kalosh një testim. Nëse pse bëhet imuniteti, pse bëhet mbrojtje politike? Që të mos kemi, ja them dhe këtë ta mbyllun. Të mos kemi prokurori. Të mos kemi, ta them me do flas më fare. Por arsyetimin do ta shpjetojmë në fund. Të mos kemi prokurori, e cila politizohet, e cila del mbi sistemin dhe godet këdo. Por prodhohet një mekanizëm politik, pra prodhohet një sistem në demokraci i kontrollit. Pikërisht shpaku i është shpakur mekanizmit kontrollit. Këtë po them, dhe ajo ka për detyrë tashmë që këtë dosje dhe kërkesën ta shpjerë në parlament dhe parlamenti të gjykojë në vendimarrjen e tij. Edhe po s'dha, edhe po nuk dha vista parlamenti, këtë hapësirë që e përdor sot shpaku e përdor edhe në atë rast. Por ka një gjë. Parlamenti do bëj publike dosjen zotëri, të cilin asnjëri nga ne nuk e di kush është. Tani, në parim, bëhet fjalë për lejet e veçanta që e parashiko ligji 81-20-20 për të burgosurit. Tani, zoti Meçe ka drejt, domethënë që ngre këtë shqetësim. I njëjti rast i ndodhi edhe Fredi Belerit, që t'jemi realist, domethënë, unë jam shpreh kundër kandidimit Fredi Belerit, që t'jem i pastër në tavolinë. Po flasim për rast penal, nuk po flasim për rast politik. Aty ishte kandidati që kishte fituar dhe që nuk lejohet bënte betime. Ai fitoi bashkinë, ashtu si e fitoi, dhe nuk ju la rast për me dhënë betimin e vet. A është i njëjti rast ky? Ai, shkoi pastaj në gjykatë, i ndoqi të gjitha. Shkoi dhe në gjykatë lart. Gjykata lart mbajti të njëjtin qendrim. Shkoi në gjykatë kushtetuese, mbajti të njëjtin qendrim. Pra ty nuk kam gjuhë me folë për Belerin. Standardi për Belerin. Kam fol. Jo, nuk e fol fare. Kam fol, se të fol. Ka fol, kam qenë bile. Mbyllin interne që listë dhe hidhni Chelsea. Tani ti jemi realist. Po majmë njëjtin standard. Qytetarët e Himarës, qytetarët e Tiranës, dhe Tropojës janë barabartë. Tani ti jemi realist. Ky rast i Velis duhet para as pas rast. Nuk është një lloj zotëri. Po është një lloj. Ajo ishte jurisprudencë patriotike. Tani ti jemi realist. Unë ta thash menimin që kam pranuar. Unë ta thash menimin që kam pranuar, se është recidivist. Tani unë fola. Po unë fola zotëri. Tani të lutem më burr. Unë dëgjova me vëmendje. Nuk pyeta po. Jo, të pyeta, po të bën edhe para. Atë përgjigje. Po pra se herë më the e kam ngrit. Tani thuj nuk është një. Po të përgjigje, po pyete, të t'ja përgjigje. Po patjetër. Po pra shiqyr. Po deshet ti nuk flasun fare. Ju lutem kohën se kemi kaluar kohën. Tash do të jap fjalën. Jo të flasim. Çështja është kaq serioze, sa më tepër debatojmë, më tepër e qartësojmë. Çështja e Beleri nuk është e njëjtë me këtë rast. Çështja e Beleri është në kushtet e flagrancës. Zyrtarisht. Dhe kushtet e flagrancës kanë arrestim të menjëhershëm dhe është i arrestuar zotëri në kushte flagrance në kryeveprës penale. Ndërsa tani nuk jemi në këto kushte. S'është i arrestuar ky. Ka mundësi të lutem? Jo, Beleri u arrestuar në flagrancë. Para zgjedhjeve. Nuk ka lidhje. Ai fitoi zgjedhjet në Shqipëri. Ligji për leje në posaçme është në qoftë se po desha ta lexoj ligjin. Në qoftë se unë nuk them pse nuk veten Këshill Bashkiak Erion Velia. S'ta ngrita unë këtë çështje. Me drejtë ngriti Skënderi në kushtet kur kemi një vendim gjykatës kushtetuese. Pra, çështja Velia ka kaluar në gjykatë kushtetuese, plus po them sa gjëra tjera pastaj më tutje unë. Sepse çështja Velia ju komunikua vepra penale, ju komunikua vepra penale mbas 9 muaj që kishin në burg. Ndërsa atia ja komunikon në vend. Por e vetmja gjë në teleshikuesit. Një minutë. E vetmja gjë që kam ngritur unë. Po më po them ta shpjetë në fund në arsye-timin. E vetmja gjë që kam ngritur unë dhe tani tavolinë është. Më thuaj Belerit i vajtën deputetët grek në burg. Se ishte grek. I pengoi gjëspaku ata ja. E kuptoj çdo thotë të vim përfaqësues të KSD ti të mos lejosh takosh. Këtë më thuaj ti mua dhe unë këtë kapa, nuk kapa faktin. Po se standard kjo. Kjo është pushteti i pakuvizuar i prokurorëve, të cilët dalin mbi konventa ndërkombëtare. E kupton sa të mërshme është kjo. E ky është alarm. Kjo është Republika jonë me raste të çuditshme. Pra,
Fredi Beleri, Velia i tani, rasti Armando Prengës, ju dha leja të shkojnë në parlament për ndryshimet kushtetuese 2016. Pra për reformën zgjedhore. Për reformën drejtësi. Gelmenjat e reformën zgjedhore. Se duhesh pa tjetër 120. Pa tjetër. Dhe ka edhe i rast tjetër, është rasti Azgan Hakle, që ju dha leja në 2001 për të bedu në parlament për marë leje veçantë nga paraburgimi, ndërkohë që e fitoi mandatin nga burgu. Pra, kemi mërna 24 vitesh, 4 qëndrimet ndryshme. Arseda, fjala e fundit për ty dhe pastaj në fund Skënderi. Ajo pra që po diskutojmë. Po flasim që është çarçaf për muhabetin. Në asnjë rast nuk kemi prokurorësh dhe dalloni këtë gjë. Superpushteti prokurorëve, këtu më thuaj ti mua. Superpushteti prokurorëve. Superpushtetin e Ramës apo prokurorëve? Prokurorëve kemi. Ku jemi? Jo, ku jemi? Se deri kemi gjykuar superpushtetin e Ramës. Tani po gjykojmë superpushtetin e prokurorëve. Domethënë, gjithkohën, mënyra se si ne analizojmë çështjet, qoftë ligjore, qoftë politike, dalim o tek superfuqia e politikës ose të superfuqia e drejtësisë. Po a është ky aksion vetvete i drejtësisë një lajm i mirë për demokracinë? Është. Pavarësisht, do t'i futemi procedurës, do nxjerrim thash, kur të hapim këto procedurat, kur të hapim numrimin, kur shikojmë ngjyrën e stilolapsit, pra kur t'i futim në nivel procedural, do dalin gjitha këto që thot zotëria. Por sot jemi tek një fakt, që drejtësia në një farë mënyrë po hedh diçka. Pra, po bën një lëvizje. Dhe këto e shikoj si element pozitiv, pavarësisht gjithës, se si ne duam ta trajtojmë edhe patjetër që ka dy standarde, përderisa ka përplasje të SPAK-ut dhe të gjykatës kushtetuese, që janë dy instanca brenda drejtësisë, por që nuk janë në një mendje, do thotë që edhe këtu ka prap çështje influencash, edhe çështje ndikimi. Sepse duhet thënë që edhe brenda drejtësisë ka ndikime, ka rryma, ka influencë, ka etj. Kështu që jemi te kjo pika. Kemi në këto momente një mbivendosje të drejtësisë mbi politikën. Nuk është blu prapë dhe aty rozësh. Ashtu siç mediat, analiza politike flet për shkarkim kur kemi të bëjmë me pezullim, ashtu siç edhe disinformohet publiku dhe ashtu siç edhe lakohet opinioni publik në bazë të mendimit, sot jemi te kjo pikpyetja. Por le të shikojmë se mbase do prodhoj një gjë të mirë. Ta shikojmë, po Skënder, fjala e fundit për ty. Sokol, unë kam folën kora shumë të hershme, siç e thash në fillim të emisionit, për problemet e respektimit të standardit të drejtave të qytetarëve në erën e re të SPAK-ut. Sepse, natyrisht, si ai zinxhiri që masën e fuqisë mbajtjes e ka barabart me forcën e hallkës më të dobët, në këtë rast kur ndodhemi përballë hetimesh dhe kur hetimet kanë një rezonancë publike të jashtëzakonshme, pra është ajo që ne thamë që merë flak si kashta, çdo lajm që ka të bëjë me një politikant nivelit lartë dhe është normale të ndodhë se janë persona publik, janë të ekspozuar, natyrisht duhet kemi parasysh atë që quhet diskriminim pozitiv në fushën e drejtave të standardit. Pra, personi i hetuar të ketë të drejta të cilat t'i respektohen mundësisht, duke filluar nga zoti kandidat këtu dhe deri tek rastet e tjera, të respektohet procedura dhe shtetit vim procedurë. Unë Sokol e kam bindje që në këtë pikë ku ndodhemi, para se të hymë në Evropë si shtet, ne duhet hymë procedurë. Kjo vlen për të gjitha llojet e pushteteve. Vlen për pushtetin qendror dhe pushtetin vendor, i cili duhet hymë procedurë dhe me hyrjen procedurë unë nuk kuptoj respektimin e ligjit dhe gjitha kanuneve që rregullojnë ushtrimin e këtij pushteti, futjen procedurë të kreut shtetit, të institucioneve të tjera të pavarura dhe këtu natyrisht nuk përjashtohet fare futja në procedurë e asaj që sot konsiderohet si drejtësi e re, sepse ky superpushtet i drejtësisë së re sot natyrisht në funksion të gjyqit popullor dhe ata e dinë shumë mirë këtë gjë. Është diçka e cila duhet duart trokitur dhe natyrisht edhe duart trokitur, po jo mbi duart trokitur. Dhe jo duart trokitur kur nuk është zhvilluar ende hallka e fundit, siç thot Ben Meçe me drejt, që është procesi gjyqësor, sepse nuk e bëjnë 13 ose 130 akuzat. Ai Berlusconi që ne përmendëm, ai kishte rreth 200 akuza gjatë gjithë karrierës tij politike si kryetari i Forcës Italia dhe më vonë si kryeministër. Dhe i thoshte gjithandej. Faktikisht në fund fare u dënua për 1. Dhe përfundoi te azili pleqve. Prandaj them që është momenti që në qoftë se ne duam të hyjmë në Evropë, duhet të jemi Evropë.
Pra, duhet hym, para se të hymë bëje, duhet hymi qikë në procedurë. Se kam përshtypjen që ky problemi i përmbajtjes ndaj procedurës, kjo është i gjë që nuk na karakterizon të gjithë. Ndoshta procedurat janë qikë më europiane se sa i dim ne. Po. Faleminderit Skënder, faleminderit Aulon, faleminderit Erseta, faleminderit Meçe që na si duke sot. Flisim për këtë temë, e cila sigurisht vazhdon, për sa kohë, siç e tha dhe Meçe, vazhdon gjyqi popullor. Bashkë jemi tonë në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën e mirë.